A keni vërejt që sa vjen koha e zgjedhjeve dhe koha e fushatës zgjedhore, partia vetëvendosjes në mënyrë sistematike i nxjerr në pa figurat si Agim Batiri, Adriana Matoshi, Fattos Geci, Mefal Bajqinovci, cilët dinë të dhurojnë show politik dhe show mediatik në mënyrë të vazhdueshme përmes këtyre figurave, lëvizja vetëvendosje i akuzon partitë opozitare për gjithë kalumen që ka ndodhur për 20 vitet e fundit ose edhe më gjatë, i sulmon mediat për ata cilët i kritikojnë drejt për drejt dhe janë realisht opozita e vetë me cilët i ka arritur t'i bëj ballë pushtetit të kurtit. Rrjedhimisht kështu duke mos lejuar debat publik mbi planet cilat i ka qeveria ose partia politike. Përmes kësaj metode, lëvizja vetëvendosje ja del shumë mirë që duke mos ofruar plan konkret për zgjidhje reale konkrete për qytetarin, ata e dominojnë në mënyrë populiste skenën publike, në media dhe në rrjetet sociale. Në këtë mënyrë, figurat cilat kanë realisht autoritet dhe kompetencë nuk vrehen fare në skenën publike, sepse një diskutim racional mes dy njerëzve kompetent dhe një njeriu i cili di të bëj show politik, gjithsesi që vëmendjen e merr komplet dhe krejtësisht show politik, si në këtë rast me Agim Batirin, Fattos Gecin ose figura tjera politike. Rast konkret është edhe rasti i fundit me Fattos Gecin, i cili vazhdon të bëj fushatë politike në krah të emrit të Hashim Thaçit, duke akuzuar dhe duke i uruar kjo është metodë, është sistem dhe është një mënyrë tejet e ulët politike për të fituar vota, pasi rrjedhimisht në momenti kur figura si Batiri ose Matoshi ose figura si Fattos Geci e Mefal Bajqinovci kur arrin në Kuvendin e Kosovës, nuk do të bëhet asnjëherë debat real se cilat janë planet konkrete dhe cilat janë projekte cilat do të zbatohen ose do të mund të votohen nga Kuvendi i Kosovës. Sepse figura si këtu nuk lejojnë të bëhet debat i mirëfillt. Ato për qëllim e kanë vetëm akuzimin pa bazë dhe gjithashtu duke shmangur totalisht debatin real publik. Prandaj, me shtatë shkurt, është shumë e rëndësishme që figura tilla na duhet ndëshku me votë, duke mos i lejuar që ata më prapë futen në kuvend. Sepse nëse ata futen prapë në kuvend, kriza vetëm se do të vazhdojë.